Një debat i nxehtë përfshiu ditën e djeshme studion e Fan Club, ku dy opinionistët Jacqueline Lekatari dhe Arjan Konomi u përplasën ashpërlidhur me përkufizimin e raportit mes Mirit dhe Selinës. Molla e sherrit u bë përdorimi i termit sugar daddy nga ana e Jacqueline's. Ajo e etiketoi Mirin me këtë emër, duke pretenduar se ai sillet kështu jo vetëm me Selinën, por edhe me vajza të tjera si Lorna apo Lore, duke ofruar atyre mbrojtje dhe strategji, nuk është shigolo. Por një sugar daddy, babaxhan që u qëndron vajzave afër dhe i ndihmon, u përpoq të justifikonte ajo përdorimin e termit, por Arjan Konomi nuk ia ka falur këtë lapsus terminologjik. Duke e kundërshtuar me forcë dhe duke i dhënë një leksion Live, më vjen keq që nuk e di, sugar daddy është një që të mban me lekë, si ka shumë në Shqipëri, shpërtheu Arjani. Ai theksoi se Miri nuk hyn në këtë kategori, pasi sipas tij, ai e shikon Selinën thjesht si vajzën e tij dhe nuk ka asnjë tendencë tjetër, ndërsa akuzoi Jacquelinën se po përpiqet të krijojë një çift aty ku nuk ka.